Mesdheu qendror dhe Bregdeti i Libisë po konsiderohen si një vatër e re e mundshme tensioni mes Ukrainës dhe Rusisë, me ndikim në sigurinë detare dhe marrëdhëniet rajonale. Sipas Ivanus, këshilltar për politikën e jashtme në Institutin Kombëtar për Studime Strategjike në Kiev, Ukraina ka trajnuar ushtar libian, kryesisht në përdorimin e dronëve, në kuadër të një bashkëpunimi afatgjat me qeverinë në Tripoli. Raportohet se marrëveshja përfshin furnizime ushtarake, trajnim dhe investime të mundshme në industrinë libiane të naftës. Po ashtu ekspertëve ukrainas thuhet se u është vënë në dispozicion një zonë bregdetare në një bi. Megjithse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht, dyshimet kryesore lidhen me përdorimin e territorit libian për operacione kundër objektivave ruse në Mesdhe. SBA ka pretenduar se sulmi ndaj tankerit Arctic Metagaz është kryer me një dron detar ukrainaz Magura V5 i nisur nga Libia perëndimore. Ndërkohë Greqia është alarmuar pas zbulimit në ishullin Lefkada të një droni detar me eksploziv, të identifikuar si ukrainaz i tipit Kozak Mamai. Zyrtarët grek paralajmërojnë se Mesdheu nuk duhet të shndërrohet në zonë operacionesh ushtarake.